Fermerët e bletarisë në Dibër nuk kanë marrë prodhim aq sa duhet këtë vit. Kjo për shkak të kushteve klimatike që ishin jo të favorshme në periudhën e çeljes së luleve. Për bletarin Haxhi Myftari nga fshati Kollopçishti i Magjellarës, të merresh me blet kërkon jo vetëm të kesh një uri të mëdha në këtë sektor, por edhe durim. Haxhi u mbashton rreth 800 koshere blet, për të cilat kujdeset familjarisht, ndërsa në periudhën e vjeljes ai merr edhe punëtor. Bletari Haxhi Myftari shprehet se çdo vit ka aplikuar në skemën e mbështetjes që jepet nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, ndërsa këtë vit vlera e subvencionit është më e lartë se e vitit të kaluar. Unë kam qenë ish bletëritës që në partinë e punës dhe pas viteve 90 jemi privatizu dhe kam marrë privat dhe që atëherë kam vazhdu dhe kemi arrit në një numër rreth 800 koshere bletë sot që flasim. Për çdo vit kemi marrë subvencione nga shteti. Edhe këtë vit presim të marrim. Flitet që për këtë vit të marrim 2 fish me vitet e tjera. Çdo punë ka shpenzimet e veta, po ka edhe të ardhura, po ta njofish profesionin tamam, të ardhurat janë të kënaqshme. Është zonë e veçantë se edhe në kohën kur ishin bletët e shtetit, në 5 parqe i ka pas ndërmarrja pijore Peshkopisë në partinë e punës, zona që u vlerësu për të stacionu 5 parqet e ndërmarrjes pijore të Peshkopisë ka qenë nga Gjorica deri në Kastriot. Periudha ma e vështirë e bletëve është dimrimi, këtu është pak ma i vështirë, se është pak mostot dhe vjeshta me i fjalë, që mbaron kullota, krijohen ata problemet, ke koshat më të dobët, duhet të jesh i kujdesshëm. Dhe pjesat tjera zakonisht është normal për gjithë. Tu zakonisht nuk bëhet shumë spërkatje në këtë zonë, se nuk është shumë e aktivizuar ajo pjesa e kulturës frutave, po në zonat që ka spërkatje, ka dëme. Këtë vit ka qenë pak më dobët, nuk ka qenë ashtu si pritej, po mirë, i kënaqur. Bletari Haxhi Myftari thotë se cilësia e mjaltit ka të bëjë shumë me zonën në të cilën ndodhet dhe ku llotin bletët. Të gjithë të interesumit që janë të interesu për të ble mjalt, duhet të kemë parasysh zonën ku e blen mjaltin, se nuk ka rëndësi shumë se sa aftësi ke. Nëse zona nuk ka mjalt, është e pamundur që ti të sigurosh një mjalt cilësor. Prandaj unë do të sugjeroj të gjithë ata që kërkojnë vërtet të provojnë një mjalt të vërtet, duhet të interesohen nga Gjorica deri në Kastriot. Këtu është me gështenj, blin, tërfil, jonxh dhe çajna të ndryshëm. Është zona, mendoj, ma e mirë në Republikë, jo në qarkun e Dibrës. Gjithmonë nektari don temperaturë dhe nuk don shumë nalësi të mëdha. Rezultati mirë është në pjesën e ulët të nivelit dhe kjo është zona me i fjalë Gjoric, Kastriot, ble mjalt, në do të gjesh mjalt. Me gjithë subvencionet që jepen, bletarët kërkojnë më shumë ndihmë nga shteti pasi është një sektor që kërkon shpenzime për ta mbajtur gjallë bletarin.